Qeveria do të shqyrtojë mundësinë për të qenë anëtare e përhershme në Bordin e Paqes. Në një konferencë me gazetarët, Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali ju përgjigj Euronews Albania, duke thënë se Shqipëria do të shohë në vijim angazhimet që burojnë nga statuti i këtij bordi. Jo, nuk ka detyrime financiare, është një ftesë nga presidenti Trump, pra e drejt për drejt, nuk ka angazhim tjetër përveç se angazhimit të shpallur botërisht dhe që ne sot e deklarojmë për marrjen pjesë në këtë bord, dhe sigurisht që Shqipëria me statusin e antarit themelues të Bordit Paqes do shohë në vijim angazhime të cilat burojnë edhe nga statuti. Po ashtu Spiropali zgjodhi të përgjigjej edhe debatit në Tiranë mbi këtë çështje, ndërsa vlerësoi ftesën e ardhur nga presidenti amerikan. Në Tiranë plas marazi e marrin dhënë lloj-lloj tregimesh me miliarda dollar që do paguë kemi për bordin, me palestinezë që do i sill kemi në Shqipëri në këmbim të prezencës son në bord. Tamam kur kjo ftesë e drejt për drejt e presidentit Trump për kryeministrin e Shqipërisë për t'u bashkuar Bordit Paqes si bashk themelues, konfirmon forcën dhe besimin e ndërsjellët në partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në Tiranë pasqyrat mediatike mbushen me shëmbulltyrat e dëshpërimit athuase në Bordin e Paqes do t'ulet partia e një pjesë të shqiptarëve dhe jo Shqipëria e të gjithë shqiptarëve. Ky bord, një iniciativë e presidentit Donald Trump, synon vendosjen e paqes me fokus fillestar konflikti në Gaza dhe më pas zgjerimin e tij në kriza të tjera globale.